Përshëndetje miq. Na tranun. Na tranoj Gjavit Haliti. Nuk e di miq a keni ndëgjua jo, por këtë intervistë që ndëgjova për si të ballit është për keqardhje. Është për keqardhje burr, sepse thot që veç këta e kanë shliru Kosovën. Pandimen, një farë lloj mënyre, pandimen e kërkujna, mrena Kosovës. As pandimen e diasporës, as pandimen e hiç kërkujna, vetëm e QK-ja pas ka kry. A më kush është QK-ja? Kush e formoi QK-n? Populli i Kosovës, apo? Diaspora, apo? Mërgata, apo? Miq, me që këtë deklarat, është sinqerisht është për keqardhje. E kjo është përçamja e popullit. Ja kjo është përçarësi që mundohet me përça popullin pa kujgjëq. Sepse rinia pe 2 mitës e kënena nuk e din historinë e luftës. Sepse se keni shkru jo. Se një angazhu jo. Gjavit Haliti. Jo edhe gjithë. Sepse me pashkru historinë e QK-s, masakrat e QK-s, e kim mësu rinia pak ma mirë. E tash s'kishe pas shanse me dalë edhe me gërni para televizionit. Po ki këtë se cili ja ka spjegu, siguron që ja ka spjegu thëmijëve të mi, 4 thëmijëve të mi, aj tjetëri. Falë Zotit, s'kena pas nevoj për juve heq. Se si gjithë Kosova kena pritu luftën. Që do më gjeneratat tona. S'kena pas nevoj për reagimin e juj. Por reagimi juj tash po më bën përshtypje, kjo përçarje. Ty bile mas pak ti të bjen me folë për këtë punë, që ke hangër 3%. Edhe dalë që në televizor bëjë që a e gare 2-3 milion i kida tje bo. Po misë të dashër, shkojmë të dëgjojmë vetën një lutëm, të diskutojmë së bashku. Së është për keqardhje. Kosovën edhe aty. Ti mos u ka qenë ti kishe folë sërbisht me vapur në televizion. Dhe me thonë, na lakshën folë sërbisht, mos me konë Gjavit Haliti. Pse Gjavit Haliti, puna e Kosovës ja pasanit veç 98-99? Që pa ndodhë të dhënitën, të 10-të, 57-ën, 67-ën, 55-ën, 65-ën. Dhe më thonë ju, dulët që këja dhe në kry luft, a fitun dhe ju jeni qampiona, po. Mamëre burë, mamëre se ki 2 vjetë vetë me të artër, po burë. Ma vëlla, mos e bërë e rinin hele, ma vëlla. Mamëre se zbanë kështu, cënë të këshirët për të kësë, na, ta kësë, na. Halal për bez, bravo i koftë. E ju po menoni për Kosovë, ju menoni për rinit Kosovës. Unë se besoj. Hade që përlom që e pasi shliru ju, veç ju, pa asë një hisë, që 25 vjetë, pse s'menove Gjavit Haliti që ka thmi në Kosovë, ose nona Lehona, për shtesa. Për shka e pas ke shliru Kosovën? Mu pasuru vetë? Mu pasuru për dëkëja? Këtë rast AK-ja, nisma, LDK-ja? Për qa? Për besë mund të kishartë marë me dalë një folë të fjallë.
Xhavit Haliti. Po ti se ki problem, nuk e ki problem deri sa që e ke hangur 3%. Se ki problem. Kështu që fol çka dush, po zbeso kërkush. Vetëm ju keni shkuar Kosovë? Po, UÇK-ja. UÇK-ja pa ndihmën as huj. Mi si dhashe, qëta njerëz, po bin, e për një losin UÇK-n. Jo ne për mbrojmë. Qëta njerëz, për një losin UÇK-n. Tani thojnë, i akuzojnë, votu Albin Kurtit. Ku mund është me marrë vot ti me këtë qasje në televizion, me këtë shpifje në televizion? Hajtë se 7 qershori, shkojnë amiq. Vima ka qenë për shkak të UÇK-s, nuk ka qenë për shkak të lutjeve të mëngjesit. Të UÇK-ja ka qenë kush? Po. Populli i Kosovës. Ja, s'ka qenë krejt, po. S'ka qenë. Ja. A ndëgjut miq? UÇK-ja s'ka qenë populli i Kosovës. Krejt, në më thonë. Shkojna. Populli po ja, s'ka qenë krejt populli në UÇK. Po shihet ata që kanë qenë dhe ata që s'kanë qenë. Po shihen Xhavit Haliti, ata që kanë vjedh, ata që s'kanë vjedh. Po shihet. Ti që i ki 2-3 milion, unë që se kam asnjë. Po shihet. A për sa kjarë po shihet? Ma për që të me tartë turp. Ti për vërtetën vetën. Shumë mirë për dhu, po shihen ata edhe këta. Ata që i kanë vjedh. Edhe ata që s'kanë vjedh. Po me gjithat me shkuna. Shihet çfarë respekti ka kategoria që janë konë me luftën edhe ata që janë konë me luftën. Po UÇK. Po vetëm ka Çfarë respekti po don o i nderuar? Me qëtë qasje në për televizione të i ofendu popullin, kjo është ofendim. Të jalon livadin vete gjithë. Kthej pare 3%, vellindja të rrët, e shumë e tjerë. Për me të livdu dikush. Kthej toga që i keni marë. Toga të Kosovës e kom fjallën. Edhe funit krejt. Që shëbone milioner Xhavit Haliti? Se para lufte, tonë e dim që s'ke pas sen. As ti, as Ramushi, as Hashim Thaçi, as Limja, as Isa Mustafa. Qëtu të regoni poplit që bot milionera, bravo e kurt. Po ja falem krejt. Veç ka zënë që bot milionera. Miq, me këtë video, po ju përshëndes Zoti ju rujt aty ku jeni. Kush ka mundësi në like, në comment, në share, dhe të shohin këtë video, sepse kjo është me të vërtet është nënçmim. Është nënçmim për popullin e Kosovës, është nënçmim për UÇK-n. Që 27 vjet u kry lufta, këta halato i bodarësëm të i bodarësëm për kuptojnë sa po du me thonë. Të i mënu me shqit palavra, me më shef mas UÇK-s. Amo, ja që s'po shkojnë mu. Balin shkojnë, 27 vjetë. Bal. S'po shqiten mu. Mish, Zoti ju rujt ati ku jeni, respekt për secilin.